Ky ndryshim i Gjensila Myrtezaj do t'ju habis. Këngëtarja e njohur shqiptare Gjensila Myrtezaj vazhdon të mbetet një nga emrat më të komentuar në mediat roz dhe një prej artisteve më të dashura për publikun. Përveç zërit të saj të veçantë, ajo njihet edhe për elegancën dhe kujdesin e madh që i kushton paraqitjes së jashtme. Së fundmi, Gjensila ka befasuar fansat me një ndryshim të papritur në pamje. Ajo ka vendosur të pres flokët, duke sjellë një stil të ri e modern që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale. Pamja e re u shpërnda përmes disa fotografive, të cilat u komentuan gjerësisht nga fansat dhe miqtë e saj të afërt. Komplimentet nuk kanë munguar, pasi shumica e ndjekësve vlerësuan këtë ndryshim si një freskim që i shton edhe më shumë hijeshi. Sipas tyre, ky look e bën këngëtaren të duket jo vetëm më elegante, por edhe më rinore, duke i dhënë një dimension tjetër stilit të saj. Gjensila Myrtezaj ka treguar gjithmonë se është e hapur ndaj eksperimenteve me modën dhe stilin personal, duke ditur të ruaj finesën që e karakterizon. Ky ndryshim vjen në një periudhë kur artistja është mjaft aktive në projekte muzikore dhe në skenë, duke dëshmuar se di të kombinojë talenti me estetikën. Me këtë hap të ri, këngëtarja përforcon edhe një herë statusin e saj si ikon stili, duke frymëzuar shumë vajza e gra që e ndjekin dhe admirojnë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.